Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, vëmendja e publikut këto ditë është fokusuar mes Londrimit dhe Klodit, dy banorëve që janë parë gjithnjë më afër njëri tjetrit. Afërsia mes tyre është rritur dukshëm, duke bërë që shikuesit ta aludojnë për një kimi të re që mund të jetë duke u zhvilluar brenda shtëpisë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Dyshja janë kapur shpesh në kamera duke bërë komplimente për sytë njëri tjetrit, ndërsa bisedat e tyre të qeta dhe të shpeshta kanë shtuar edhe më shumë korreshtjen e publikut. Sipas një videoje të publikuar në rrjetet sociale, Lundrimi shihet duke mbajtur një palë pantallona në duar, ndërsa Klodiani dëgjohet duke i thënë: "Unë e di që ti e di që unë e di." Lundrimi ja përsërit në të njëjtën kohë duke krijuar përshtypjen se të dy po komunikonin në mënyrë të nënkuptuar. Por momenti që ndezi më shumë reagime ishte fundi i videos, ku Lundrimi drejtohet Klodit me frazën "ta ha gojën". Ky koment, i cili u interpretua gjerësisht si shumë flirtues, duke kaluar përmjet shakas së zakonshme mes banorëve. Ky ndërveprim ka hapur diskutime të gjera në rrjetet sociale, me reagime që variojnë nga habia te dyshimet për një romancë të mundshme në formime sipër. Ndjekësit tashmë po presin me kuriozitet se si do të zhvillohet raporti mes tyre në ditët në vijim.